Sapo kemi mbërit të holli hotelit, po pres Mauricion se e ka bërë booking të telefonit tje dhe këtu duhet ta bësh check-in-in edhe check-out-in te ky screen. Nuk ka një person domethënë që të çërbej. E gocat po flën, rruga shkoi shumë mirë, shqyr. Në këtë video do ta dëgjoni shumë herë që them është udhëtimi jon i parë, edhe nga që është udhëtimi jon i parë, kemi ngrit me vete 100 rrops. Shikoni edhe këtu poshtë karrocës është full. Nuk e di pse ka marrë 2 çanta. Një të vogël këtë këtu edhe një që e ka Mauricio aty. Si ndihesh? Rroba 313. Si burg, a? Hajde tash të 313. Kjo është një baba i lodhur. Nuk e kuptoj pse e mori lejen e lindjes. Shtu desh. Për të ngritur këto rreth. Ku është ajo karta? Ja, do të 313. Ja, ku është? A na zë me karrocën? Ua, pas kemi dhe një krevat për beba. Për të ngecën. Duket që Mauricio këtë hotelin e ka rezervuar kur ne ishim zënë. Shikoni pak. Na ka marrë një dhomë me 2 krevat të ndarë. Po kjo nga lindi? Nuk do të flesh me gruan tënde të dashur? Po dashje. Edhe nuk e ndryshuam se një natë është tam okej. Edhe janë të gjërë, mund të flëm bashkë. Te tjetri lëm vajzat. Ose mund të shtyt. Ose i bashkajmë po. Unë për veti jam të mërësisht e lodhur. Ka marrë vetëm një blushu me kratë të shkurtra. Edhe me tuta. Edhe me shapka. Nuk e di, po derisa dal nga shtëpia me 2 fëmijë është të merr. Por prap ndihem mirë që po bëjmë këtë udhëtimin, se unë të paktën do mësoj se çfarë duhet edhe çfarë nuk duhet për me vete. Të mos marr më kaq shumë sa kësaj radhe. Ne po vdesim për të ngrënë të dy, edhe pyetëm poshtë te recepcioni nëse kanë kështu room service, domethënë shërbim në dhomë që të porosisim diçka nga restoranti. Dhe tha, është mbyllur 10 minuta më përpara, por keni Uber Eats. Mauricio ndërkohë po shikon Volt, më duket, nuk e di. Edhe do porosisim një gjë për të ngrënë se jo thash, jemi shumë të rritur edhe të lodhur. Unë dua të flej gjumë edhe dua të zgjohem nesër në 6, me që vajzat zgjohen pak më vonë se unë, edhe të editoj, ose edhe sonte të heq një pjesë për videon e nesërme. Ja Luku, i një mami. Tiqa, hajde më ndimoni. Qa do ham? Si di, qa ka? Gjithaj. Vajzat janë këtu edhe si që dëgjoni nuk po ndihen shqyr. Është topsuar burri im, është tretur fare, që kur është bërë prind. Tacos. Burger? Burger, tacos. Kjo ton tacos. Këtë, po, e thonë këtë. Shumë mirë, këtë dua këtë. Në tacos le, ha? Një tacos! Kur të isha edhe një herë e re. Aha, tacos edhe dafus qumë. Beef, spicy chicken. Jo, me chicken e do. Po kjo dhoma pse sheftot? Po ngrët është. Po ngrët. Po pse është spicy chicken? Po të se shumë pak është spicy. Është ajo salca më duket. Ja, se jo, kjede se flamentari, të është një orë. Po s'kam paguar e dy akoma. Po shkam të ti pasaj. Po pra, të të thash, si e ka aplikacion? Uber Eats. E zjedë ti që të hash? Po në ha, dhe orë një tacos, ja jeti. Se më është burger 1+1? Ka nga të mund të marrë burger 1+1. Nuk kemi lajmëruar familje që kemi arritur. Janë të gjithë në merak se si do shkoj ky udhëtimi, edhe nuk janë merak për ne, janë merak për gocat. Gjithë marrin e thonë janë gocat, po përballojnë gocat. Se 2 orë gjysmë shkoi shumë mirë. Vajzat vetëm kanë fjet gjumë, as për të pirë nuk kanë pirë. Domethënë unë u ushqeva edhe i lash aktive para se të niseshim. Sa hyn në makinë ishte fiks orari i gjumit. Ju androva edhe Pelenën, themi 2 orë gjysmë më vonë. 2 orë, jo, gati 3 orë më vonë. Edhe mirë janë. Fillon turni tani. Tërmet? Ha? Kjo lëvisa je. Kush? Lëviz të shefa. Shne? Po kontrollojmë dritaren se unë vazhdoj të rri me gjup se kam ftohtë. Ndërkohë erdhi ushqimi, me zi u morën vesh se më merrte mua në telefon ajo ushqimit edhe më fliste frëngjisht. Frëngjishtja ime ndërkohë e ka lënë. Nuk të flisarën frëngjisht, njështë e sot dhe sot. Po, ti po, normali. E kam lënë unë frëngjishte që në klasë të 6. Që të numrat. Jo, zë ma bel. Qa Qa kemi këtu tani? 2 kile buk. Që është? Dhe super e shishme. Mos po ha timen ti, se kjo është ekstra largë. E salat gjë bëra për ty. Po s'ku dua unë ekstra largë.
Provoj. A e kemi një saj? Nuk e di. Nga se do në mbaj në 2 në 3. Unë s'po e mbaj ato. Në vedo. Se e vështirje në ushqimë, do t'i ha. Ja se si po e ha mëngjesin e. Me radhë. O Niki! Lorën e kemi vënë në karrocë dhe nuk bën zhurmë fare. Kurse Niki do në krah. Është edhe me nerva për momentin. Babi ka mbaruar, unë kam akoma një briosh. Tani pas mëngjesit është koha argëtimit. Shikoni bozet të njëra këtu. Edhe tjetra oho rehat. Me një super shpejtësi kam bërë vajzat gati. Edhe i thash të ikni poshtë me Mauricion, tani kam vetëm veten time. Edhe gjërat, normalisht gjërat e fundit që të mos harrojmë asgjë. Sfidë më vete, sidomos kur i ke gjërat me orar, edhe nuk ke luksin të jesh si me pushime. Merro njerëz. Do ikim sot të bëjmë pasaportat, se kjo është arsyeja pse kemi ardhur edhe këtu në Belgjik. Erdhëm tek ambasadë Albani. Iku edhe pasaporta, kemi bërë 2 foto shumë të bukura, po nuk e prisnim fare që Lora ta kishte foton më... Lora, donim që të bënim një xhiro, po s'ka xhiro. Lora, sot është frymzuar pak më duket mua, po se lëvizëm karrocën, do ngrindet. Po thoja mbaruan punë për 4 ose 2 deri në 4 javë. 2 deri në 4 javë na vijnë pasaportat e vajzave dhe ne mund të bëjmë ndonjë udhtim tjetër pastaj, atje ku kemi ndihmat. Lora u çmendë sot çake. Shua mendje se Lora u qetësua pashk, edhe po bëjmë një xhiro të shpejt, marrim edhe 2 snacks për me vete, edhe tikim në shtëpi se unë sot kam videon që ju do e keni parë me siguri. Videon e re do me thënë, vlog masineri për të hedhur edhe nuk kam mbaruar editimin. Ndërkohë jemi në 3 mujorin e vajzave në Bruxelles. 3 muajsh e vit Bruxelles, unë 3 muajsh s'kisha Bebelina, jo, s'kisha sigur. S'kisha. Nuk jem hajde. Sa bukur kanë dhurë me babagjysha. Kemi bërë një pauzë. Latte. Oh, Fusil. Ua, danke schön. Pour toi, c'est Pour moi. nous sommes à Bruxelles. Ah, sa cute. Unë s'pi kafe njerës, por ndonjëherë, kur bëhesh me 2, edhe të ikën truri, duhet kjo. Që ishte kjo? Kafe latte? Po është kafe latte, edhe të mora dhe atë shkopin që ta trazosh. Cheers! Let's go home. Do na një kështu sheqer? Jo. Baba e shqiptare, merë në të timoni. Deve na parë, nëna si ndjesh. Sa po ke pa dalë YouTube? Që ku kemi dalë? Që vjetë kemi bërë vlog masin vjetë. Edhe edhe në vlog masin e këti viti, 10 ditë vlog mas. Kemi hon fare o gotës. Po nëna si ndjesh si të në re? Mos më pëtë se filloj qaj pasaj nga emocione. Sot do dalim nëna, mami edhe vajzat. Kemi shëtitje, kemi dark të bukur. Nëna që kur është bërë me vajza, me mbesa, nëna është bërë më bukur. E kam thënë Lori ka qëllirat se i ke yll. Kemi vesh edhe bebat sot, kemi bërë oqë në ngrot. Nëna që i ka nëna bonika. Ka nëna bonika. Nëna me zipër që ti kemi në Itali. Niki edhe nëna në lokal, po ka shumë zhurmë edhe ne nuk filmojmë dot. Kurse Lora flën gjumë. Ne kemi ardhur në shtëpi, gocat po flën gjumë, po unë para se ta mbyll këtë vlogun e ditës së sotme, që ka qenë një ditë shumë e gjatë, po vlogu i shkurtër, dua t'ju tregoj çfarë kemi tek dyshi. Pas kemi të madhe. Ja ku është dyshi. Që nga hall. Duket se është mask. Jo, është... nuk e di. Lip balm me acid hyaluronik. Okej, interesante. Ky është e dyshi. Tani, hajde hapim dhe treshit me që se i kemi kaluar ditët. Se s'do të bërtas nga vajzat. Ku është treshi? Tani hajde ta gjesh pesa. Sa shumë ka pesa. Mashallah. Treshi. Kjo është... ja treshi o zot. E pa kameramani nuk e pa shumë. Kjo ka i madh.
Jo. Më gënjeka, pamja nuk e kuptoj. Okej. Kemi nga Summer Fridays një jet lag mask. Shumë bukur na duaj. Hajt hapim edhe 4 se s'duroj dot, se unë si kam hapur njerëz. Kështu. Edhe 4. Që ka 4? Nga Milk Makeup ka një cooling water gel. Nese, do e shofim qasë. Hajde 5 në fundit 5. Se është shumë e madhe. Edhe 5. Okej. Nga Sephora është një krem hidratues edhe riparues. Asnjë gjë e madhe deri tani, po që jo, s'ka më. Shihemi te video tjetër.